الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن فيه هدى ونور. Falënderimi takon Allahut të lartësuar I cili na ka zbritur Kur'anin si udhëzim dhe dritë ndriçuese. Wa shifaa'un lima fi as-sudur, dhe si shërim për gjokset. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Dëshmoj se nuk ka Zot që meriton adhurimin veç Allahut të lartësuar. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. I cili ja zbriti Kur'ani robit të vet në mënyrë që ky Kur'an të jetë çortues për krijesat. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se Muhamedi është robi I dërguar I Tij. Ba'athahu bayna yaday sa'ati bashiran wa nadhiran. Se e ka dërguar Allahu I lartësuar përpara kiametit si përgëzues dhe qortues. Wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dhe po kështu e ka dërguar si ftues, si thirrës në Zotin e Tij, me lejen e Allahut të lartësuar dhe si krishtar ndriçues. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Lavdrimet dhe paqja e shumt qofshin dhe bekimet e shumta qofshin për këtë profet, familjen dhe shokët e tij, të nderuar besimtarë dhe besimtare, të nderuar vëllezër dhe motra. Le të ndalojmë sot, le të meditojmë në disa prej ajeteve madhështore, ajeteve të nderuara prej Kur'anit Kerim. Sepse ky Kur'an, sikurse Allahu Azza wa Jall ka thënë, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë që ky Kur'an udhëzon dhe orienton atë që është më e mira, në atë që është më e drejta. Para pak kohësh ne folëm rreth kuptimeve të ajeteve të surës madhështore El-Asr. Dhe sot le të vazhdojmë duke nisur me surën pas saj. Dhe kështu do të jetë një cikël inshallah hutbesh me përfitime, dobi dhe mësime prej këtyre surave madhështore që janë të shkurtra në madhësinë e tyre, por që përmbajnë dobi mësime të jashtëzakonshme. Le të ndalemi sot me surën El-Humaza, në të cilën Allahu Azza wa Jalla thot pas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wailun li kulli humazatin lumaza. Mirë për secilin I cili përqesh me veprat dhe fjalët e tij. Alladhi jama'a malahu 'addada. I cili vazhdimisht grumbullon pasuri dhe numëron atë. Yahsabu anna malahu akhlada. Duke menduar se pasuria e tij do e bëjë të pavdekshëm. Kalla, jo kur. Layunbadanna fil hutama. Ai do të hidhet në hutama. Wama adraka mal hutama. Dhe kush mund ta shpjegojë ty se çfarë është el hutama? Narullahi al muqada. Ai zjarri I Allahut I mbyllur. Allati tattali'u 'ala al af'ida, I cili depërton fort në zemra. Innaha 'alayhim muqsada. Ai për ta është I mbyllur, ata nuk mund të dalin prej tij. Fi amadin mumaddada, I rrethuar me shtylla të larta flakëruese. Pra Allahu Azza wa Jall, Zoti ynë, na tërheq vëmendjen prej këtyre cilësive të këtij njeriu në surën El-Humaza, që janë cilësia e përqeshjes me anë të fjalës, me anë të gibetit, me anë të tashethemit, por jo vetëm dhe me anë të veprimeve, me përqeshjen, me shkeljen e syrit, me tregimin e gishtit të dorës e kështu me radhë. Dhe po kështu ky njeri I cili qortohet prej Allahut Azza wa Jall, ky njeri njëkohësisht është I tillë që nuk mendon për Zotin e tij, nuk mendon për botën tjetër. Por angazhimi I tij dhe përqendrimi I tij është dynjaja, është mbledhja, grumbullimi I pasurisë. Sa që ky angazhim e bën që të harrojë Zotin, e bën të harrojë ringjalljen botën tjetër dhe dhënien e llogarisë. Më pas Allahu Azza wa Jall
na tregon përfundimin e këtij njeriu në pjesën tjetër të surës, duke na treguar se përfundimi i tij është i dhimbshëm. Përfundimi i tij është zjarri i xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. Dhe e gjitha kjo duke na tërhequr vëmendjen që të cilësohemi me të kundërtat e këtyre cilësive, sikur se tregohet në vijim të hutbes. E pra, le t'i marrim këto cilësi me radhë. Allahu thot: "Wailun li kulli humazatin lumazah." Mirë për gjithsecilin i cili përqesh. El-humaza është ai i cili i tallë të tjerë dhe i përçmon ata, i përqesh ata me anë të lëvizjeve, me anë të veprave të tij. Pra me anë të dorës, me anë të gishtit tregues, duke shkelur syrin. Pra do që t'i përbuz, do t'i përçmoj ata. El-lumaza është ai i cili përqesh, tallë, përçmon me anë të fjalëve. Me anë të thashëthemit, me anë të gibetit, me anë të shpifjes. Pra i përçmon njerëzit dhe duke qeshur njëkohësisht. Pra Allahu Azza wa Jall na tërheq vëmendjen prej këtyre veprave të ulta që abuzojnë me tjetrin. Ndërkohë që prej objektivave dhe qëllimeve të fesë është unifikimi besimtarëve dhe bashkimi i tyre. Sigurisht që unifikimi dhe bashkimi i besimtarëve nuk vjen me anë të përbuzjes, përçmimit, përqeshjes. Për cilësive të këtij njeriu i cili përqesh, i cili tall dhe përbuz të tjerët, veçanërisht besimtarët, është se angazhimi dhe vëmendja e tij është grumbullimi i pasurisë. Angazhimi i tij është dynjaja, duke mos menduar në të ardhmen, duke mos menduar në llogaridhënien, duke mos menduar në ringjalljen. Dhe e gjitha kjo, pra ky angazhim, grumbullimi i pasurisë. Dhe sikur se Allahu Azza wa Jall e cilëson duke thënë uaddada, dhe vazhdimisht i numëron ato parat e tija. Pra e gjitha kjo e bën që ai të jetë i shkujdesur, të jetë ghafil prej botës tjetër, prej ringjalljes, prej mendimit se një ditë do dali përpara Zotit të vet, do t'japi llogari. Dhe po kështu jo vetëm që nuk i jep hakkun, të drejtën e tij Allahut subhanahu wa taala, por njëkohësisht nuk i jep të drejtat dhe krijesave, të afërmve, farefisit, familjes së tij dhe rrethit të tij të afërt. Pra ai nuk shpenzon, ai nuk i jep, qofshin të drejta obligative apo të drejta të pëlqyeshme. Më pas Allahu Azza wa Jall na tregon përfundimin e këtij njeriu, të këtij besimtari. Kalla layunbadanna fil hutama. Jo, ai patjetër do të hidhet në el hutama. Duke na treguar Allahu i lartësuar me përçmim se ai do të hidhet në atë që quhet el hutama. Më pas Allahu thot: "Wa ma adraka ma al hutama." E kush mund ta shpjegoj ty se është apo se çfarë është el hutama? El hutama është një nga shkallët e zjarrit, një nga shkallët e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. Dhe vjen nga folja hutama, që do thot theu. Pra ky zjarr është i tillë i cili shkatron dhe thyen gjithçka. I thyen kockat dhe trupat e njerëzve dhe të krijesave. Wa ma adraka ma al-hutama. E çfarë të bëri ty të dish se është al-hutama? Kush mund ta shpjegoj ty se është al-hutama? Gjë cila tregon atë madhësinë dhe rëndësinë e kësaj çështje. Pra çështja nuk është diçka e vogël e parëndësishme, përkundrazi, është tepër e rëndësishme dhe ka të bëjë me jetën e njeriu, ka të bëjë me të ardhmen e tij. Në edhe besimtarët janë të zgjuar, sepse kanë zgjedhur
rrugën e cila çon në kënaqësinë e Allahut subhanahu dhe çon në të ardhmen e tyre, të ardhmen e begat pranë Zotit të tyre subhanahu wa ta'ala. Më pas Allahu i lartësuar na tregon për këtë zjarr. Wa ma adraka ma al-hutama narullahi al-muqada. Ky zjarr është zjarri i Allahut. Allahu ja ka bashkangjitur këtë zjarr vetes së vet për treguar rëndësinë e kësaj çështjeje. Pra nuk është diçka e vogël, bëhet fjalë për xhennet e xhehenem. El-muqada, i cili është i mbyllur, i cili nuk mund kalohet. Dhe besimtarët, sikur se thotë në Kur'an, mundohen ta kalojnë atë, por kthehen përsëri në të. Sa herë që përpiqen të dalin prej tij, ata kthehen në të. U'idu fiha. Pra kthehen, jo se kthehen vetë. Kthehen prej me lajkeve të zjarrit. Sepse xhehenemi është me porta, nuk mund kalohet. Është i mbyllur, i rrethuar. Narullahi al-muqada, allati tattali'u 'ala al-af'ida, i cili depërton fort në zemrat. Pra jo vetëm që djeg lëkurat e tyre, mishin e tyre dhe kockat e tyre, por depërton deri në brendësitë të zemrës. Për treguar që dhimbja të cilën ata e ndjejnë është e jashtëzakonshme. Pra dhimbja më e madhe është dhimbja e zemrës, e cila kalon dhimbjen e trupit. التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة. Dhe se el-hutama pra ky zjarr është i rrethuar me shtyllat e larta flakëruese. Pra Allahu Azza wa Jalla na tërheq vëmendjen, na tërheq bëretjen për këtyre cilësive që janë cilësia e besimtarit, i cili mendjen e ka të dunjaja te grumbullimi i pasurisë. Grumbullimi i pasurisë, i cili nuk jep të drejtën Allahut të lartësuar, nuk jep të drejtën krijesave, dhe që vazhdimisht i përbuz dhe përqesh të tjerët. Për na treguar se modestia është me të cilën ne duhet të cilësohemi, vazhdimisht i kthemi vetëve tona, vazhdimisht i kthemi vetes se po jemi me të drejtat e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me të drejtat që kemi karshi krijesave të tij subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-mal wal-banuna zinatu al-hayati ad-dunya. Pasuria dhe fëmijët janë shtolia e kësaj bote, zbukurimi i saj. Wal-baqiyatu as-salihatu, dhe se punët e mira të cilat mbeten, khairun 'inda rabbika thawaban, janë shpërblimi më i miri që e gjen tek Zoti yt, wa khairun amala, dhe janë shpresimi më i mirë për të arritur shpërblimin e Zotit tënd. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. I kërkoj falje Allahut të lartësuar për veten time dhe për ju, edhe ju kërkojni falje atij dhe pendohuni tek ai. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falënderimisht për Allahun të vetëm, lavdërimi, paqja dhe betimet e tij qofshin për atë profet pas të cilit nuk ka profet tjetër. Nderuara besimtarë dhe besimtare, ky lajm të cilin e dëgjuat është lajmi i atij që është më i vërtetë në thënët e tij të Allahut subhanahu wa ta'ala, të gjithë fuqishmit, i cili po t'i thot diçka kun feyakun, bëhu, atëherë ajo bëhet. Pra kjo sure është qortim, është tërheqje vëmendjes, është paralajmërim për atë person i cili ka vetë pëlqim, që i pëlqen vetja. Ka vetë pëlqim sepse ka pasuri, dhe që i përbuz njerëzit, i përçmon ata me të gjitha format dhe mënyrat e përbuzjes. I pëlqen pasuria, i pëlqen grumbullimi i pasurisë, sa që bëhet rob i saj.
rob i pasurisë. Te Isa abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisa, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është shkatruar robi i dinarit, robi i dirhamit, pra robi i parave, i pasurisë. Dhe i robave të bukura. El khamisa është një prej robave të bukura që vishin atë kohë. Ky person i cili vazhdimisht angazhohet me grumbullimin e pasurisë, saqë haron Zotin e vet, haron botën tjetër. Haron të drejtat që ka karshi Allahu subhanahu dhe të drejtat që ka karshi njerëzve, krijesave të tij subhanahu wa ta'ala. E pra, kjo sure madhështore, e cila na tërheq vërejtjen për cilësimit me këto lloj cilësish, me përqeshjen, me talljen, me përbuzjen, me harimin e botës tjetër, harimin e Allahut subhanahu, me grumbullimin e pasurisë në këtë formë të qortuar. Ky njeri i cili nuk shpenzon, qoftë në rastet kur shpenzimi është obligativ, si në rastin e zakatit, në rastin e shpenzimeve të detyruara karshi familjes së vet, prindit, fëmijës, apo të afërme të cilët nuk kanë mundësi dhe ai ka mundësi të shpenzojë për ta, apo qofshin ato shpenzime të pëlqyera jo obligative, sadakat e ndryshme, apo shpenzimet kashit të afërme që si ka obligim. E pikërisht ky është ai rasti ku Allahu i lartësuar na tërheq vërejtjen prej kësaj panorame ku njeriu grumbullon pasuri në mënyrën e qortuar. Wa jama'a fa aw'a. Pra grumbullon pasuri dhe e fsheh atë. Alladhi jama'a malan wa 'addada, i cili grumbullon pasuri dhe vazhdimisht e numëron atë. Yahsabu anna malahu akhlada, mendon se pasuria do bëj të pavdekshëm. Pra kjo është forma e qortuar e grumbullimit të parave të pasurisë, ku njeriu haron Zotin, haron botën tjetër. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jalla na jep në raste të tjera panorama të tjera, ku i lavdron ata të cilët kanë pasuri dhe shpenzojnë atë në mënyrën e duhur. Ndaj dhe Allahu thot: "Fa amma man a'ta wattaqa", për sa i përket atij i cili jep dhe i friksohet Zotit të vet. Treguat i devotshëm dhe largohet prej ndalesave të tij. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dhe që beson në më të mirën, pra beson në më të bukurën që është fjala la ilaha illallah, dhe rrjedhojat e saj, pra beson në atë fjalë dhe në çdo punë të cilën ajo fjalë e bën obligim. Fasanuyassiruhu lil yusra, thot Allah. Do t'ja bëjmë më të lehtë atij të lehtën. Wa amma man bakhila wastaghna, e përsa i përket atij i cili tregohet koprac dhe i panevojshëm për Zotin e tij. Wa kadhaba bil husna, i cili përgjigjëstron më të bukurën, më të mirën që është fjala la ilaha illallah, dhe rrjedhojat e saj, fasanuyassiruhu lil usra, do ja bëjmë të lehtë atij më të vështirën. Që është refuzimi dhe mosbindja e Zotit subhanahu wa ta'ala. Ndaj vëllezër dhe motra, bëjmë kujdes me pasuritë tona dhe marrëdhënien që kemi ne kërshi pasurive tona. Sepse kjo marrëdhënie është ajo e cila vendos për të ardhmen e njeriut. Ose për lumturinë e tij, kënaqësinë apo të ardhmen e kënaqshme, ose për fatalitetin dhe dështimin e të ardhmes së tij. Pra këto ishin disa dobi, përfitime dhe mësime prej kësaj sureje madhështore, sures El Humeza.